Janë rreth 1000 turistë dhe detyrohen të zbarkojnë nga anija e madhe turistike në portin e vogël detar të Sarandës me varka të vogla dhe një mini traget i cili sjell në port një rëmpjesë me rreth 400 vizitorë. Sheshi i portit ku presin autobusët e agjensive turistike shqiptare është përgatitur diku 30 minuta përpara mbritjes së anijes së madhe turistike Costa Allegra. Anija peshon rreth 29.000 tonë dhe është gati 200 metra e gjatë. We are from Malta, which is a very small country in Europe. Vim nga Malta, një shtet i vogël, thot menaxheri i kompanisë turistike Mark Giorgio. Sapo ka prekur portin e vogël me stafin e tij, jep udhëzime për grupin shqiptar që do të shoqërojë këta turistë. Fatos Demiri, agjencisë Terini Travel në Sarandë, ka organizuar këtë udhëtim në Shqipëri. Ai thotë se janë bërë të gjitha përpjekjet dhe përgatitjet që ata të kalojnë mirë. Kjo është kthyer në një traditë dhe nuk ka më probleme dhe shpresojmë që nga viti në vit ky numër të rritet. Të rinj shqiptar shërbejnë si guida për vizitorët e moshave të ndryshme që ndahen në grupe në autobusët e udhëtimit. Agjencitë turistike shqiptare tashmë kanë kapacitete profesionale për të përballuar grupe të tilla kaq të mëdha. Udhëtimi do të jetë komod për turistët fal investimeve të sektorit turistik, tek autobusët komod apo autoveturat e vogla turistike. Gati 90% e turistëve që mbrin me këto anije janë për ekskursion në 2 pika në Syrin e Kaltër, një vendbunim natyror dhe në parkun arkeologjik të Butrintit, thot zoti Terini. Por këtë vit sipas tij, gjendja e rrugës që lidh Sarandën me Butrintin është mjaft problematike për shkak të punimeve që kryhen për zgjerimin e saj. Dihet është infrastruktura, sidomos rruga e Butrintit, që lë për dëshiruar, por edhe rruga e Syrit të Kaltër. Këto janë 2 destinacionet që turistët shkelin më shumë. Por pengesa më e madhe për këtë lloj turizmi është kapaciteti i portit detar të Sarandës, i cili nuk ka kushtet për afrimin e anijeve të tilla të mëdha. Drejtuesit e agjensive turistike këtu në Sarandë thonë se porti detar duhet të marrë masa për ankorimin e anijeve të mëdha turistike. Ndërtimi i kalate ka vonuar dhe kështu që edhe ky lloj turizmi vazhdon të njohë pengesa. Nuk diskutohet që për momentin ne na duhet një terminal më i madh sepse dhe kroazierat nuk kanë mundësi të ankorojnë. Autoritetet e portit kanë krijuar të gjitha mundësitë për mbarvajtjen e turistëve duke bllokuar madje për pak orë dhe transportin e madrave nga anijet tregtare. Sheshi boshatisët për gati 30 minuta dhe anija gjigante turistike që mbriti diku afër mesditës në Sarandë do ta lërë qytetin në mbrëmje. Shqipëria përpiqet të zhvillojë forma të ndryshme të turizmit në sfida të mëdha dhe në konkurrencë të fortë me vendet fqinje. Disa nga qytetet turistike të Shqipërisë këtë vit, megjithëse kanë bërë hapo përpara në përmirësimin e infrastrukturës dhe të shërbimeve, ende janë larg standardeve turistike. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola.